është një fe e cila nuk të le të zej gjumi, sepse gjumi, gafleti, shkujdesja është natyrë njerëzore. Edhe besimtarët patjetër që bien prej kësaj, mirë po është një fe shumë dinamike, e cila e pakta gjë të zgjon prej gjumit. Të jep mundësinë të zgjohesh, sepse nëse gjumi dhe ai gafleti zgjat për një kohë gjatë, njeriu e jeton si i turbullt. Gjatë ditës ai është një fe që minimumi kur i ka bërë detyrimet të zgjon nga gjumi i ditës. Çdo namaz për mua është një shkputje nga rutina, nga ajo smundja, nga shkujdesjes, dhe është një zgjim, një rizim, një rilindje. Edhe me thirrje. Po, edhe me thirrje. Nuk është zgjim thjesht, thirrja vetvete për çfarë është. Thirrja është e lloj tërheqje vëmendje. Patjetër, është pikërisht është për të ndaluar, po themi, jetën që deri tani ti e ke, vetë feja të kanë nxitur të punosh. Pse i ndërtuar pazarët dhe xhamit ngjit me njëra tjetrën? Sepse nuk ka si problem me zhvillimin e jetës. Përkundrazi e fton në zhvillimin e jetës. Edhe nuk ndahet. Nuk ndahen nga njëra tjetra. Mirë po, ai ezani është për të stopuar këtë aktivitet dhe për të bërë një rizim. Do të thënë për të bërë mos harro veten. Kjo është mos harrosh veten. Kjo është zimi ditor, po është dita e xumë. Pse është obligim dhe pse kur njeriu shkputet 2-3 herë nga xumaja, po themi nga bashkësia, pse rrezikon tjetër debat që ulëm për feja, sepse rrezikon të bjerë në një gjumë që nuk del dot prej ti. Do të thënë ajo është zgjimi javor që bëhet.